Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Full Ship Show! Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Na jena diaspor, na jena Full Ship Show. Full Na jena Full Ship Show. 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 Full Ship Show. Yeah! Mirëmbrëma, ju përshëndesim nga show Full Ship. Mirëmbrëma gjithëve, ku do qeni anë mban bodhës nga shtëpia e bukur e diasporës shqiptare. Mirëmbrëma Marash, vazhdojmë edhe sonde si çdo javë tjetër. Si çdo javë. Si çdo javë sonde me mysafir, e kemi tema interesante, kemi edhe trokitje sonde, kështu që mos u ndani nga Full Ship Show. Sonde do flasim edhe për revistën e bujshme tashmë, të famshme tashmë, Global Woman, e cila po bën bujë kombëtare dhe ndërkombëtare. Sonde do kemi drejtoreshën e kësaj reviste të ftuar në Zvicër, drejtoresha për diasporën shqiptare e revistës Global Woman, Zonja Nerajda Bicaku. Do ta kemi pastaj të ftuar për ta pyetur rreth bujës që po bën kjo intervistë. Pa diskutim që do përshëndesim edhe Linda Prendin, mikeshën time dhe themeluesen në fakt edhe Mirelën do ta përshëndesim të kësaj reviste. Marash, do kemi edhe trokitje pastaj. Diçka interesante sonde në Full Ship Show. Vazhdojmë me falënderimet e sponsorëve të shenjtë tanë. Kush ka dëshirë për bashkëpunim me Full Ship Show, gjithmonë Diamanti nxjerr këtu pop-upin me numër telefoni, me WhatsApp, me email që të na kontaktoni për bashkëpunim. Faleminderit. Faleminderit shumë Pristina Ticket. Pristina Ticket, der größte albanische Reiseveranstalter, bietet Direktflüge von Zürich, Basel und Genf nach Pristina an. Im Ticketpreis sind Sitzplatzreservierung, Check-in, Handgepäck und 20 Kilogramm Gepäck inklusive. Faleminderit shumë. Faleminderit Pristina Ticket, gjithë shqiptarët udhëtarët vetëm me Pristina Ticket. Nga Pristina, Zürich, Basel, Gjenev dhe në 16 destinacione të Evropës dhe anasjellës. Faleminderit shumë që jemi neve. Faleminderit shumë Ozone Hair Clinic, die Experten für Haartransplantationen in Pristina und in Shkup. Më të mirët e Kosovës e kanë emrin Ozone Hair Clinic. Mbjellni flokët vetëm në këtë klinik. Më të mirët, më të sigurtët, më pa dhimbje, më të shpejtët. Më të mirët, më mira për mbledh gjitha. Big up dhe falënderime për punën e mirë dhe suksesshme që po bën Ozone Hair Clinic. Faleminderit shumë Advanced Dental. Das Advanced Dental Center in Pristina bietet zahnmedizinische Versorgung mit modernster Technologie und einem hauseigenen Labor. Ein erfahrenes Team von Zahnärzten sorgt für eine sehr hohe Behandlungsqualität. Faleminderit shumë. Advanced Dental, ADC Kosova në gjitha rrjetet sociale. ADC Kosova e gjeni dhe shikoni punën e mrekullueshme që bëjnë kjo ordinancë e stomatologji e dhëmbëve, e cila sjell buzëqeshjen që 20 e sa vite kualitet dhe cilësi dhe shërbim ndaj popullit. Dhe çka është më interesant, një ordinancë me zemër të madhe që të gjithë ushtrisë mo po a bën gratis edhe shërbimin. Kështu që faleminderit shumë që jemi neve ADC Kosovë. Faleminderit shumë AM Food, Ihr Partner für den Vertrieb von Spezialitäten aus dem Balkan mit eigener Metzgerei. AM Food beliefert Lebensmittelläden, Imbisse, Restaurants und Privathaushalte in der ganzen Schweiz. Faleminderit. Mora AM Food, sa i mirë, sa mishin e mirë, bëjnë, rregullojnë, punojnë Marash, produktet nga vendlindja i sjellin në Zvicër, pra në Zvicër si me që në Kosovë. Ke nevojë për shije vendindje, për ushqim, për gjithçka, për mish të thatë, të njom, gjitha i disponon vetëm fabrika e mishit AM Food, të cilën e falenderojmë nga zemra vëllezrit Jakupaj, Fadil Jakupaj për bashkëpunimin, për punën tuaj, për cilësinë tuaj dhe gjithçka që ju bëni në Zvicër është një lloj ambasadori firma juaj për shqiptarët në Zvicër. Shërbimi, puna, suksesi juaj në Zvicër na rezulton që jeni
ambasador për komunitetin tonë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë M-Transport. M-Transport bietet Haustür-zu-Haustür-Transporte zwischen der Schweiz, Deutschland und Kosovo an und behandelt jede Sendung mit größter Sorgfalt. Faleminderit. Prej dere në derë me M-Transporti që një madhër tuaja. Nga Zvicra, Gjermania, në Kosovë dhe në sjellës Kosova, Gjermani, Zvicër, e mbushni makinën lirë, mirë, shpejt, sigurt dhe të garantuara. Çdo produkt, çdo gjë, në qoftë se prishet që nuk ndodh më prish, por nëse prishet e keni të siguruar dhe u kompensohet me M-Transport më të mirë, më të shpejtit, më të sigurit në Kosovë. Faleminderit. Vemmer e Albanisch leren. Ler Albanisch, javol, nga Autoriteti Media Audiovisive, si gjithmonë, si çdo javë, në Folship Show kemi një bashkëpunim me Autoritetin Media Audiovisive në Shqipëri me zonën Armela Krasniqi, e cila na ndihmon neve dhe ne ndihmojmë shikuesit për të zëvendësuar shprehjet e huaja me ato shqip. Pra këto shprehje huaja në radio, televizione nuk duhet përdorur dhe do t'i zëvendësojmë me këto shqip. Atëherë, spiritual është anglisht. Në fakt ose vjen nga anglisht, ja. Spiritual është domethënë është shpirtëror. Që zëvendësohet me atë shqip. Insistoj marash. Pra insistimi kur insistojmë për diçka, bie poshtë, insistimi nuk është shqip. Këmbgul. Pra ke parasysh me ngul kamën që kanë mos me lut më. Këmbgul. Shumë fjalë mirë shqip. Është insistoj, këmbgul. Pra je këmbgul, pra këmbgul që mos me lëviz nga ajo që kërkon. Intimidoj është huaj, nuk është e jona. Intimidoj është një shprehje huaj të cilën nuk duhet ta përdorim. Intimidoj zëvendësohet me tremb, friksoj apo kërcenoj. Pra këto treja e nënkuptojnë këtë pjesën e intimidimit e cila zhduket, bjen poshtë. Vicios. Vicioz. Këta se kom dëgju. Pa rrugdalje, është vicioz pa rrugdalje. Pra domethënë zëvendësohet kjo viciozi me pa rrugdalje në gjuhën shqipe. Primar, pra zgjedhje primare. Primar është primar është i parë. Ja ku kemi në gjuhën shqipe paraprakja ose parsore. Pra parsore është primar. Hiqet primar nuk është shqip dhe zëvendësohet me parsor. Spunto. Kjo tingëllon italisht. Spunto është italisht, kjo bën bum që është italisht. Spunto është shkas shtys, diçka e tillë në gjuhën shqipe. Divergence. Divergence është mos pajtim. Pra kemi divergence mes meje dhe teje marash, që do të thotë kemi mos pajtime. Ti ke pikpamjet tuaja, unë i kam ato të mijat, e kështu që është mos pajtim. Me polites. Me polites i sjellshëm. Polite anglisht për shembull thuhet kur është dikush i sjellshëm. Polites bon vaki edhe të tjera gjuhën përdorin. Atëherë polite hiqet. Hiqet. Polites hiqet. Bjen nga lista, zëvendësohet me i sjellshëm. Kështu që kjo është kontributi që ama Autoriteti Media Audiovisive i bën gjuhës shqipe jo vetëm në diasporë, por edhe në trevat tona. Kështu që në gjitha ekranet, mediat, radiot, kudo që përdoren këto shprehje huaja, duhet zëvendësohen me këto shqip, prandaj edhe ne po japim variantet e duhura. Shumë faleminderit ama.